Qofte me patate, shumë thjeshta për përgatitje, bëhen shumë të shijshme, ideale për një drekë apo darkë të shpejtë verore. Ja vlen me provu këtë recetë. Shoqërohen me gjellëra të ndryshme, me mish, me ndonjë salcë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen. Në fillim morim 1 kilogram me patate, ju largojmë lëvorën dhe i pastrojmë me ujë. Unë i kam bërë më herët për arsye kohe. Tash patatet i marr, patatet e pastruar nga lëvorja, i marr dhe i ndaj në copsa të vogla. Më mirë është që t'i ndajmë kështu në copsa të vogla, sepse më mirë do bëhet zirja. Është shumë e rëndësishme që të bëhet zirja shumë mirë. I prejmë kështu. Ja, në këtë masi është mjaftueshëm. Dhe patatet e coptuara i hedhim në një tenxhere ku do bëjmë zirjen. Këtë mënyrë do veprojmë me gjithë patatet, duke i coptuar në copsa të vogla. Kam coptuar gjithë patatet, tash ja shtoj një lugë gjelle mbushur plot me krip dhe i shtoj ujë rreth 1 litre, kështu derisa ta mbuloj mirë nivelin e patateve. Tenxherës ja vendosi kapakun, la një vrim dhe vendosi në zjarr në temperaturë mesatare, dikon rreth 40-50 minuta, derisa patatet të zihen mirë, i baj në zjarr. Tenxherën e kam largu nga zjarri, patatet janë zier plotësisht dhe menjëherë marrim dhe i largojmë patatet kështu nga uji, nuk i lajmë në ujë të ftohen asesi, sepse do marrin ujë dhe nuk do dalin qoftet ashtu siç duhet. I marrim dhe i kalojmë në një tjetër, i kullojmë mirë. Marrim kështu një kullojse dhe shumë lehtë e kemi që t'i largojmë nga uji. Këtë mënyrë i largojmë gjithë patatet. Dhe patatet tash i lojmë që të ftohen dikon rreth gjysmore dhe më pas do bëjmë shtypjen e tyre me një të tillë apo stafat i cila është për shtypje të patateve. Pasi patatet janë ftohur pak, marrim dhe bëjmë shtypjen. Mundohem që t'i shtypi mirë. Sa më shumë që të shtypen, aq më të mira do dalin qoftet. Kam bërë shtypjen e patateve mirë, tash ja shtoj 5 lugë gjelle me qumsht dhe përsëri bëj shtypjen, bëj një lloj pyreje, kështu në këtë mënyrë, më të lëngshme do bëhen qoftet dhe nuk do ju prishet forma ku t'ja japim, qofse është kështu masa më e lëngshme. Si që vëreni kam fitu një masë më të lëngshme, ja shtoj 5 lugë gjelle të mbushura plot me një shiste. – 200 gram me kashkavall të bërë në rende, kashkavall qumshti, një vezë, pak mazgdanoz të freskët të coptuar emët, 150 gram me sallam të bërë në rende, sallam apo suxhuk apo mish të timosur, varet çka ju qëllon në shtëpi, pak hudhër të bluar dhe biber të zi. Dhe masën fillojmë që ta punoj kështu mirë me dorë apo me lugë. Mirë po më mirë është që ta punoj me dorë, më mirë do bashkohet masa.
Kështu sa më shumë që ta punojmë, aq më të mira do dalin qoftët. Pasi kam punuar brumin mirë, tash I kam bërë duart mirë me vaj dhe marr nga brumi dhe filloj që t'ja jap formën. Ju mund t'i jepni forma më të mëdha, më të vogla, varet nga dëshira juaj. Marrim kështu, e punoj dhe rrafshoj pak me dorë dhe në mes ja vendosim kështu një copë kashkavall. Kashkavallin e kam prerë në katrore të vogla dhe ja vendosim në mes. Dhe e mbledhi brumin, që kashkavallin ngele në mes, dhe filloj që ta punoj kështu që ja formën e rrumbullakët. Kjo masi besoj se është mjaftueshëm. Dhe I vendosi në një tepsin të lyer me vaj. Mënyrën e njëjtë vazhdojnë atutje me gjithë qoftët, duke ja dhënë formën. Të gjithave mundohem që t'ja jap formën e njëjtë. Shtypi, vendosi kashkavallin, vërtet bëhen shumë të mira. Përsëri formën rrethore. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë. Duart I bëjmë vazhdimisht me vaj, më lehtë t'ja japim formën, t'ja japim një formë të lëmuar. Gjithë brumit ja kam dhënë formën e qoftëve, tash marr një tigan të llojit që nuk nxeh dhe hedhi vaj. Vaj shtoni derisa kur t'i hedhni qoftët, trashësia e vajit të arrijë deri në 1 centimetër, deri në gjysmën e qoftëve. Unë dështoj diku rreth 350 ml, do jetë mjaftueshëm pasi tigani është më I madh tekun. Tash dhezi zjarrin dhe në temperaturë mes lartës dhe të mesmes do e nxej vajin. Ju qoftët mund t'i kaloni dhe nëpër tërmia buke dhe ves, po mua më pëlqen t'i përgoj kështu direkt si janë, më të mira do dalin. Vaji është nxehur, shumë e rëndësishme është që të jetë vaji nxehur shumë dhe në këtë mënyrë do dalin shumë të mira. Tash fillojnë që t'i hedhin qoftët tek vaji. Shtojmë kështu dhe mbushim tiganin plot me qofte. Dhe qoftët I skuqin mirë nga ana e poshtme, më pas I kthejmë nga ana tjetër dhe temperatura duhet jetë kështu pak më e lartë se mesatarja. Në këtë mënyrë do dalë pjesa e jashtme krokante, do dalin shumë të mira. Qoftët kanë filluar që të skuqen nga ana e poshtme, tash I kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër, kështu do I skuqim në këtë mënyrë. Qofse temperatura është kështu pak më e lartë, nuk ju morin shumë kohë për skuqje. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Kështu I rrotullisim të gjitha. Qoftët janë skuqur mirë nga të dy anët, tash I largojna nga vaji, e vëreni mirë se si janë skuqur. I largojnë nga vaji dhe I kalojnë në një pjatë tjetër, vetëm kujdes kur t'i largoni nga vaji që mos t'ia prishni formën. Kaloj në një pjatë ku kam vendosur peceta kuzhine, një përdorimshe. Këtë mënyrë I largohet vaji tepër. Kam harru që të cek se kur të bëni përgimin e qoftëve, patjetër tigani duhet jetë I llojit që nuk nxeh, se përndryshe do ju prishet forma gjatë përgimit.
Në mënyrën e njëjtë, vazhdojmë tutjen e gjithë qoftët, duke i përguar nga të dy anët në temperaturën e njëjtë. Mënyra e njëjtë e përgjimit vazhdon. Kam përguar gjithë qoftët, ka një aromë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe pamja shumë e mirë. Ta ndajmë një dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë të mira, vërehet dhe vetë se si ka shkavadhi është shkrirë në brendësi nga nxehtësia nga përgjimi, ka një shije unike. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë qofte me patate, ju bëfshin mirë, ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.